Zgjedhjet po afrohen, votoni për mua. Postimi i Don Gjonit që i habiti të gjithë. Reperi i njohur nga Drenica, Don Gjoni, ka marrë gjithë vëmendje me një postim që ka bërë së fundmi në rrjetet sociale. Ai ka bërë një postim ironik në Instastory, duke u thënë ndjekësve të tij që ta votojnë në zgjedhjet e ardhshme. Ndonse ai vetë nuk është kandidat në asnjë garë zgjedhore. Zgjedhjet po afrohen, votoni Don Gjon se tjetër zbon, shkruan reperi në postimin e fjalë, duke shoqëruar mesazhin me një ikon kurore. Ky reagim erdhi vetëm pak kohë para zgjedhjeve lokale në Kosovë që pritet të mbahen më 12 tetor, ku qytetarët do të zgjedhin përfaqësuesit politik që duan t'i shohin në krye të komunave të tyre. Edhe pse ishte një shaka, postimi i reperit ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të tij dhe ka krijuar diskutime në rrjete sociale. Don Gjoni, emri i vërtetit të cilit është Jonathan Isufi, prej vitesh është ndër emrat më të përfolur në skenën muzikore shqiptare, duke publikuar projekte që kanë marrë miliona klikime dhe janë pritur shumë mirë nga fansa. Ai njihet për sensin e tij të humorit e me siguri edhe postimi i bërë është pritur me humor nga ndjekësit. Kohët e fundit Don Gjoni është përfolur për lidhje me Loredana Bratin, por asnjëri prej tyre nuk ka konfirmuar asgjë. Mbase e gjitha ishte një show, e Lorin do e shohim të ndonjë nga klipet e Don Gjonit. Edhe pse ishte një shaka, postimi i reperit ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të tij dhe ka krijuar diskutime në rrjete sociale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.